Të nderuar shikues, përshëndetje, do të jemi bashkë me lajmet kryesore këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Ngjarje e rëndë në Shkodër, 3 të rinj plagosen me thikë dhe sende të forta pas një konflikti masiv pranë shkollës. Policia identifikon autorët e krimit. Arrestohen në fushkuqe të Kurbinit, 2 anëtar të grupit kriminal të Ervis Martinajt ishin në kërkim për pjesëmarrje në vrasje dhe armbajtje pa leje. Mbledhja e gjyqtarëve të kushtetueses diskutoi ankimimin e bërë nga qeveria për pezullimin e Belinda Ballukut, kërkesa ishte bërë nga kryeministri Rama. Parlamenti miraton me 81 vota pro dhe 16 kundër buxhetin e vitit 2026, rrëzohen amendamentet e propozuara në seancë për fshirë edhe ato të Erion Braçes. Vjojmë gjërësisht, një konflikt masiv mes 2 grupeve nxënësish në Shkodër përfundoi me 3 të rinj të plagosur. Ata u përleshën pranë shkollës duke përdorur mjete prerëse dhe sende të forta. Fatmirësisht të lënduarit janë në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërsa në Pranga ka përfunduar një 17 vjeçar. Këto janë pamje të rënda nga një konflikt masiv mes rreth 20 të rinjve paraditën e kësaj të premte në lagjen zdrale pranë shkollës Shejnaze Juka në Shkodër. Siç duket nga pamjet, në fillim një grup të rinj shpërplasin me një grup me 10 persona të tjerë, të cilët i kanë rrethuar dhe i kanë goditur duke përdorur dhe mjete prerëse. Ngjarja është regjistruar nga kamerat e sigurisë së shkollës, që Vision Plus i ka siguruar. Mes të rinjve kishte edhe ata që gjuanin me sende të forta si shkopinj, por policia thotë se janë sekuestruar dhe mjete prerëse. Si pasojë e këtij konflikti, 3 të rinj mes tyre 2 vëllezër kanë mbetur të plagosur. Ata janë transportuar menjëherë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku pas marrjes së ndihmës së parë, mjekët konfirmuan se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. 2 prej të lënduarve janë nxënës të shkollës së mesme. Policia njoftoi se personat e përfshirë në sulm janë identifikuar dhe një 17 vjeçar është vënë në Pranga. Besohet se ai është nxënës në të njëjtën shkollë me njërin prej të plagosurve. Besohet se konflikti ka nisur më herët mes të rinjve dhe ka degeneruar në dhunë. Hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë. Gjatë një operacioni blic në zonën e fushkuqes në Kurbin, policia ka arrestuar 2 persona të kërkuar nga drejtësia. Ata njihen si pjesëtar të grupit kriminal të Ervis Martinajt dhe akuzohen për pjesëmarrje në vrasje dhe për Një operacion i forcave operacionale të policisë me urdhër të prokurorisë së posaçme është zhvilluar në zonën e fushkuqes me qëllim kapjen e personave të rrezikshëm. Në Pranga kanë përfunduar Elvin Merlika dhe Alket Xhixha, të njohur si antar të bandës kriminale të drejtuar më parë nga Ervis Martinaj. Këta 2 të fundit ishin prej kosh në kërkim nga SPAK, të dyshuar si të përfshirë në krime të rënda. Konkretisht, Elvin Merlika dyshohet se ka qenë një nga personat e përfshirë në planin për vrasjen e Endri Dokles. Sipas dosjes hetimore, ai akuzohet për sigurim të kushteve për të kryer vrasje grupi strukturuar kriminale të tjerë. Madje në janar të këtij viti, SPAK bëri kërkesën për konfiskim të 20 pasurive të Merlikës dhe të familjarëve të tij. Ndërkohë Alket Xhixha dyshohet se është personi që ka bërë të mundur takimin mes Nuredin Domanit dhe Ervis Martinajt. Emrat e tyre kanë dalë pas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë Nuredin Domani, i cili me rrëfimin e tij nxori personazhe të botës së krimit dhe zbardhi një sër vrasjesh dhe krime të tjera të rënda. Gjatë operacionit për arrestimin e tyre, policia gjeti 2 pistoleta, 2 armgjau, 2 radio si ato të policisë, 1 elek antiplumb dhe municion luftarak. Trupa e plotë e gjykatës kushtetuese vendosi marrjen në shqyrtim të ankimimit të kryeministrit Edi Rama kundër pezullimit të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Kushtetuesja u vë në lëvizje nga vetë kryeministri Edi Rama pasi gjykata e posaçme miratoi kërkesën e SPAK-ut për të pezulluar zëvendës kryeministren. Nga sot, Belinda Balluku kthehet në detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës. Gjykata kushtetuese u mblodh për të diskutuar për ankimimin e kryeministrit Edi Rama kundër gjykatës së posaçme dhe vendosi: së pari të kaloj çështjen për shqyrtim në seancë publike dhe së dyti të pezullojë masën e sigurisë të vendosur ndaj Belinda Ballukut që nuk e lejonte atë të ushtronte detyrën e numrit 2 të qeverisë. Në njoftimin për mediat, kushtetuesja sqaroi se të 2 vendimet janë marrë me shumicë votash.
Mbledhja e gjyqtarëve vendosi me shumicë votash pezullimin e zbatimit të vendimit të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, për pjesën që kanë disponuar caktimin dhe vazhdimin e masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyra shërbimi publik ndaj shtetases Belinda Balluku. Ankimimi i kryeministrit Edi Rama kundër pezullimit të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku do të shqyrtohet më datën 22 janar dhe kushtetuesja ka thirrur si subjekte të interesuara SPAK-un, gjykatën e posaçme, parlamentin dhe presidentin e Republikës. Zëvendës kryeministrja dhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku u mor zyrtarisht e pandehur nga SPAK më 31 tetor të këtij viti nën akuzën për shkelje të barazisë në tendera. Në 20 nëntor gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK-ut vendosi pezullimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku si masë sigurie. Një ditë më vonë, në 21 nëntor, kryeministri Edi Rama goditi këtë vendim në gjykatën kushtetuese. Kryeministri kërkoi nga kushtetuesja pezullimin e vendimit të gjykatës së posaçme dhe rrëzimin e kësaj mase sigurie. Sipas Ramës, një ministër nuk mund të pezullohet pasi gëzon të njëjtë mbrojtje si deputeti. Kryeministri pretendon se masa e pezullimit është ndërhyrje e pushtetit gjyqësor mbi pushtetin ekzekutiv dhe është në shkelje të ligjit themeltar të shtetit. Tashmë mbetet për të parë se çfarë do të vendosë gjykata kushtetuese, nëse SPAK-u ka të drejtë apo jo të pezullojë një ministër. Kilometrat e para të jenë të përfunduara në mënyrë tillë që t'i japim. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e përsëritur të Erion Veliajt për të dalë nga kafazi i qelqt. Kryetari i bashkisë pretendon se po i shkelet dinjiteti duke mos qenë prezent pranë avokatit të tij. Vendimarrja shkaktoi largimin e avokatit të kryebashkiakut me kërkesë të vet Veliajt. Kështu mbrojtësi ligjor Artan Gjermeni u zëvendësua nga një avokat tjetër që u caktua me vullnet të gjykatës së posaçme për një proces të rregullt ligjor. Tani më Veliaj do duhet të mbrohet nga Valentina Teodorescu, e cila nga ana e saj kërkoi kohë të njihet me dosjen e tij. Seanca në këto kushte u shtypur në datë 5 janar. Pak ditë përpara se të dorëzojë detyrën pasardhësit të tij, Altin Dumani ka biseduar me të rinjt për rëndësinë e thellimit të luftës ndaj korrupsionit. Ai ka thënë se SPAK nuk duhet të jetë i vetëm në këtë betejë, por duhet edhe shoqëria të bashkëpunojë. Në një takim me studentët e Universitetit të Durrësit, kreu i SPAK Altin Dumani tha se korrupsioni nuk është vetëm lufta e prokurorisë së posaçme, por duhet të jetë lufta e të gjithë institucioneve dhe pa diskutime dhe vetë shoqërisë. Edhe pse një institucion që është ngritur vetëm disa vite më parë, Dumani deklaroi se sot SPAK është në funksion të plotë. Dhe tashmë mund të themi se SPAK është në funksionalitet të plotë. Procesi rigoros i përzgjedhjes së prokurorëve, hetuesve të byrosë kombëtare të hetimit, hetuesve financiar, si dhe procesi i përzgjedhjes edhe i administratës ka dhënë edhe rezultatet. Në përfundim të mandatit, Dumani shpreh të kënaqur me arritjet e këtij institucioni në drejtimin e tij, duke theksuar se SPAK ka ngritur akuza për njerëz me peshë të madhe politike, që nga kryetar bashkish, deputete deri tek ministrat. Nga ky numër zyrtarësh të nivelit të lartë, nivelit mesëm, nivelit të ulët, më shumë se 50% e tyre tashmë janë në një vendim fajësie të formës së prerë. Por 50% të tjetër, 50% tjetër, disa prej tyre janë në gjykim dhe patjetër duhet presim vendimet gjyqësore, si dhe një pjesë tjetër janë në hetim. SPAK ka dhënë shenja se është i aftë të vërë para përgjegjësisë penale çdo funksionar pavarësisht pushtetit politik, fuqisë ekonomike apo financiare që ai i zotron. Altin Dumani ditën e martë javës së ardhshme do t'ia dorëzojë stafetën Klodian Brahos, që për 3 vitet e ardhshme do të drejtojë strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lideri i opozitës përshëndeti zgjedhjen e Klodian Brahos në krye të prokurorisë së posaçme, duke i quajtur votimin kushtetues. Sali Berisha, i cili ka sulmuar vazhdimisht SPAK-un, tha se prania e ndërkombëtarëve ishte garanci që institucioni të mos kapet nga qeveria. Nuk u zgjoll si i pari me 5 Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerësoi zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK-ut Klodian Braho. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se procesi ishte kushtetues. Dje u zbatua kushtetuta. Nuk u zgjoll si i pari me 5 vota, që ishte jo kushtetuese dhe që s'mund të rrinte asnjë ditë në detyrë. Jo, i dyti mori 7 vota. Berisha vlerësoi edhe praninë e ambasadorëve në mbledhjen ku zgjodh drejtuesi i SPAK. Sa ajo prani aq e fuqishme ndërkombëtare ka patur vetëm një qëllim,
që Edi Rama dhe qeveria të mos e skapin. Në ditën që gjykata kushtetuese po diskuton për ankimimin e kryeministrit Edi Rama, Berisha akuzoi liderin e mazhorancës se po ushtron presion ndaj gjyqtarëve. Gjykata kushtetuese është në ditën më të vështirë për shkak të presioneve, kërcënimeve të shumanshme. Prej disa ditësh, lideri i opozitës ka akuzuar kryeministrin Rama se ka ushtruar presion ndaj gjykatës kushtetuese. Me 81 vota pro dhe 16 kundër, Parlamenti miratoi nen për nen edhe buxhetin e vitit 2026. Shumica rrëzoi të gjitha amendamentet e propozuara në seancë, përfshirë edhe ato të bëra nga socialisti Erion Braça. Pas një muaj diskutimesh në komisione, buxheti i vitit 2026 u miratua nën për nën në parlament gjatë një seance maraton. Buxheti në masën 8.8 miliardë euro, më i madhi i vendosur në dispozicion të institucioneve, mori 81 vota pro dhe 16 kundër. Deputetët bën 10 amendamente për ndryshimin e buxhetit, por të gjitha u rrëzuan gjatë votimit, përfshirë edhe ato të Erion Braçës. Kam propozuar një amendim që barazon të vëshon hyrje dhe ndalje, se takon prodhimit bujqësor, blektoral, peshkor, pyjor e kështu me radhë, në tregun e brendshëm edhe në përpunim. Propozimi vjen i tillë pikërisht për të zgjidhur një anomali që ka lindur në vitin 2018, votuar këtu në sallën e Kuvendit nga një ekspert i jashtëzakonshëm i financave shqiptare që me sa duket ka lënë litarin jashtë dhe që prej kaq kohësh shkakton dëme të paimagjinueshme në bujqësinë shqiptare. Kemi dakorsuar me qeverinë që bashkë me të dy ministritë, edhe Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Bujqësisë, këtë gjë të bëjmë një diskutim me njëherë pas këtij momenti për të ardhur në një zgjedhje që do ta shohim në një moment dytë. Prandaj i kërkoj grupit parlamentar që sot ta votojmë kundër dhe pastaj ta shohim në vimësi. Parlamenti pranoi vetëm kërkesat e institucioneve të bëra në komisionet parlamentare, ku 12 institucione do të marrin 504 milion lek shtesë. Në buxhetin e vitit 2026 është parashikuar që nga janari paga minimale të arrijë në 50.000 lek, po ashtu nga viti i ardhshëm do të aplikohet edhe formula e re për rritjen e përmuajshme të pensioneve. Gjatë seancës u votua me 76 vota pro edhe rivlerësimi i pronave me normë tatimore 5%, pa pranuar ndryshimet e propozuara nga opozita që tatimi të ulët në 2% për familjet. Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje të rinjve të zgjedhin arsimin profesional për të rritur shanset e punësimit. Shefi i qeverisë pranoi se mbetet ende shumë për të bërë me qëllim harmonizimin e tregut të punës me diplomat. 2200 vajza dhe djemë të rinj kanë përfituar nga programi i garancisë rinore, i cili shërben për punësimin e tyre në sektor të ndryshëm shtetëror apo privat. I pranishëm në prezantimin e programit të qeverisë. Kryeministri Edi Rama shpjegoi se ky hap vjen për t'i garantuar të rinjve eksperiencën e nevojshme për vitet e ardhshme. Dhe janë 2200 vajza dhe djemë të parë që po përfitojnë nga garancia rinore, objektivi i cilës vetëm garancia rinore, është që 60.000 vajza dhe djemë të mbështeten në gjithë vendin, në gjitha kategoritë, brenda viteve të këtij mandati qeverisës. Kreu i qeverisë nxiti të rinj të ndjekin dhe arsimin profesional, pasi tregu i punës ka nevojë. Jemi shumë vetëdijshëm që ajo që na duhet dhe ajo që është një ofertë bindëse është oferta e vendeve të punës të paguara shumë mirë. Pra punësim shumë më cilësor, i cili vjen natyrisht nga dia profesionale. Nga dia profesionale e shtrirë nga inxhinieria dhe informatika deri tek kuzhina. Megjithatë, Rama pranoi se sektori i punësimit në vendin ton ka ende nevojë për përmirësime, pavarësisht progresit të bërë gjatë viteve të fundit. Jemi akoma larg nga ku duam të arrijmë, ka vështirësi,
ka pretendime, kërkesa, etj. Nuk po zbus asgjë nga këto, por po them që kush realisht do punë dhe kush realisht do të bëj sukses në të vend, mund të bëj sukses. Qeveria ka dhënë në dispozicion 12 milion euro për programet nxitse për aftësimin e të rinjve. Këtu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.